I nderuar doktor, të nderuar pjesëmarrës, përfaqësues departamentit dhe ekspertë që jeni bashkëngjitur, do ta filloj me një konstatim shumë thjesht. 2025-ën 1.5 miliard euro ishte fondi i investimeve publike. 2026-ën që jemi aktualisht është 1.7 miliard euro fondi i investimeve. 3.2 miliard euro është afërsisht fondi i investimeve që kishte Sali Berisha në 8 vjet qeverisë së dispozicion. Dhe bëri rrugë, bëri ujësjellsa, bëri shkolla, bëri spitale. Tani më thoni ju që jeni ekspert fushës. 3.2 miliard euro vjet dhe si vjet. Një projekt të vetëm, i cili do lejë gjurmë në këtë shoqëri dhe këtë ekonomi që ne kemi. Gjurma e vetme që është lënë është gjurma e babëzisë dhe e vjedhjes, ku paret e buxhetit vidhen, ku janë paret e shqiptarëve. Shkërmoqen rrugët nga shiu, sikur shkërmoqen ato lodrat e fëmijëve. Ndërkohë as rrugët e Ahmet Zogut, as rrugat i Qoflargut, as rrugët të ndërtuara gjithë këto vite në demokraci, ku një centimetër vetëm. Ndërkohë, rrugët e ndërtuara këto vite, gjoja rrugët e ndërtuara, së realisht janë tendera të kryera dhe asfalti i hedhur keq, shkërmoqen në shiun e parë i cili bie duke nxjerr lakurish në sytë e shqiptarëve, ju ekspertëve po, cilësinë e dobët punimeve, por çdo mos vjedhjen në kurriz të popullit më të varfër të Ballkanit dhe të Europës. Miqtë mi, një projekt i vetë nuk është i përfunduar gjithë këto vite. Ndonë se miliardet e eurove janë derdhur lum. Të gjithë projektet kanë një fat të vetëm, po të shohësh. Inauguron në tamtame, shtyhen projektet me vonesa disa vjeçare, na dalin gjoj disa problematika për të firmosur kontrata shtesë për 100 milion eurosh, dhe në fund fare, as rrugë nuk kemi, as ujësjellsa nuk kemi, as port tashmë nuk kemi, se që anullua 2 ditë më parë porti i Durrësit, në Porto Romano. Aeroporti Kukësit tashmë për na është kthyer, i cili mbani mend në zgjedhjet 2021-shit na uli avionin me shqiptarët në Anglia, sot po kthehet në park fotovoltaik. Kemi Shqipërinë e cila lundron në ujë, po ujin çes batona nuk kemi. Kemi spitale që jo thjesht nuk kanë godina, po nuk kanë as ilaçe, se në vend të çojnë paret te njerëzit e nevojtarët, i çuan te tendrat e shumë fishuar deri në 10 herë koston e tyre. Dhe praktikisht të gjitha këto janë bërë pa u dridhur fare shërpiku dhe në sytë e publikut me gjitha ato tenderat e tyre pagar. Tendera pagar të cilat po marrin qafë dhe kanë marrë qafë ekonominë dhe mirëqenien e shqiptarëve. Kemi një cikël i cili është ndërtuar dhe është ngritur tashmë, edhe është i mirë strukturuar nga ana e mazhorancës qeverisë. Dhe ishte ky modeli Ballugut që ka dalë tashmë. Ndërto keq, hidh pare prap, prishet përsëri, tendero, dhe gjitha këto bëj me tendera përsëri pagar. Ata që vodhen ajo treshja, se ata nuk e kanë bërë vetë, e kanë bërë bashkëpunim me i grush klientele, me ato treshën e famshme, shteti që paguan dhe që bën tender i pagar, që a jep firmës së përzgjedhur po nga shteti, që i jep pasaj supervizori që shteti e zgjedh po vetë, duke i thënë bit dakord tash me firmën, që përveç 30% që të kemi marrë para prakisht në dorë, do japësh dhe 20 tjera nga cilësia e punimeve, për të patur sot infrastrukturën, sipas raportit fundit Bankës Botërore, infrastruktura me dobët në rajon. Nuk krahasohemi Italinë me Europën, me Francën, jo. Po dhe krahasohemi me vendet tjera të Ballkanit, Maqedonia e Veriut. Krahasohemi Malin e Zi me Kosovën, sot jemi me infrastrukturë edhe për frym popullate më të ultën në rajon. A ka impakt drejt për drejt ekonomia familjare, biznesi? Direkt dërmon ekonominë familjare. Këto akset që u shkërmoqen, çfarë bën? Nuk bllokuan thjesht trafikun. Bllokuan lëvizjen e njerëzve, bllokuan lëvizjen e punësimit,
Bllokuan lëvizjen e mallrave, duke filluar që nga mallrat bazë. Rritën kostot e transportit. Rritën koston tonë të jetesës, pasi çmimet u rritën. Shembulli më i flagrant ishte rritja e çmimit biletës për transportin interurban nga Tirana në Korçë, nga 7.000 lekë të vjetra në 10.000 lekë. Kush shtypën në autobus? Ai që ka të ardhurat ulta. Ati që ai 3.000 lekë shtesë, godet shumë më tepër se sa ai përfaqësuesi i pakët i shtesës mesme apo ata pasurit që pastaj nuk e di se çfarë është transporti. Po ne flasim për njerëz të thjeshtë. U rrit çmimi dhe do japim pak në rritjen e çmimit bukës, miellit, sheqerit, vajit, orizit. Mallrat që nuk lëvizin. Do thotë që ekonomi që bllokohet. Dhe ekonomi që bllokohet do përkthehet thjesht në rritje të kostos jetesës për gjithë operatorët e tregut. Është kosto shtesë për biznesin, e cila automatikisht do përkthehet në kosto shtesë në kurrizë të individëve dhe familjeve shqiptare. Bllokimi i akseve nuk është thjesht problematikë teknike, është një krizë e heshtur ekonomike dhe financiare. Që ti nuk e dëgjon ndoshta zhurmën sot. Po pas disa javë, disa muajsh, do ja gjejmë tamtame dhe do ja gjejmë të forta madje. Dhe çfarë bëri qeveria? As deshte t'ia dinte fare. Nuk foli fare për ta. Madje i thash shqiptarëve që unë kam zgjedhur të bëj xhiro me helikopter. Ndërsa ju që keni nevojë për të marrë dhe shëndetime shëndetësore, ju rini atje vuani edhe pas 11 ditë bllokim, që u faktua për gjithë juglindjen e vendit. E po dashur miq, dua të zgjatem më tej. Po një gjë është e nevojshme dhe domosdoshme sot. Burimet janë. Dhe nëse menaxhohen mirë, ekonomia shqiptare, e kam thënë dhe e them gjithmonë, nuk do bëhet paktën sa të jemi në gjallë si ekonomia zviceriane. Po një ekonomi e cila shërben, një ekonomi e cila prodhon, një ekonomi e cila hap vende pune, që mban të rinj këtu, që mban profesionistët në vend, që e paguan punën dhe jep pagesa dinjitoze. Një ekonomi e cila ka bazën e vet konkurrencën e lirë dhe ndershme. Kur djersa dhe mundi të jenë ato që vlerësohen dhe jo aftësia për të bërë pazare në kurrizë të tjerëve dhe të ekonomisë, jo do të jetë themelet e programit ton, jo thjesht Departamenti i Infrastrukturës, po gjithë programi i Partisë Demokratike. Dhe një gjë është e sigurt, ndryshimi i madh po vjen. Do jam i bindur që në drejtimin e Sali Berishës dhe ekipit i tij, Shqipëria do shohë realisht një ndryshim për sa i përket jetesës tonë të përditshme, po mbi të gjitha, tashmë dhe vitet po kalojnë, për të ardhmen e fëmijëve tanë. Ndaj ju uroj dhe punë të mbar, dhe që gjithë bashkërisht uroj që të dalim një produkt sa më të mirë dhe dinjitoz për atë vlera dhe për historikun që kemi patur, pa akoma dhe më tepër për historikun e ndritur që neve na pret në të ardhmen e afërt. Faleminderit.